Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me pezullimin e krahut të tij të djathtë, zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në reagimin e tij të fundit, Rama thekson se asnjë prokuror apo gjykatës në botë nuk ka pezulluar nga detyra një antar qeverie. Ai shprehet se edhe pse mbështet reformën dhe pavarësinë e drejtësisë, këtë herë janë cënuar parimet kushtetuese. Kreu i qeverisë shton se lufta kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e mjeteve të gabuara. Fjalët e shumta janë fukarallëk. Gjeni një rast të dytë në botë ku një prokuror a gjykatës, për më tepër edhe i shkallës së parë fare, pezullojnë nga detyra një antar qeverie. Se të më thonin që kjo qenë kaq normale, pa çka se s'është parkur askund në botën demokratike, është njësoj si të më thoni se drejtësia që nga normale vetëm në Shqipëri. E pra, pavarësisht se nga dita 1 kam qenë, jam e do t'jem mbështetësi më i paepur i reformës dhe pavarësisë së drejtësisë, këtë risi botërore të drejtësisë son të re unë nuk e quaj dot asgjë tjetër përveç se një nga ato rrëzimet e fëmijës kur sapo ka mësuar të ecë. Me ndryshimin që kur fëmia i vërtet rrëzohet, lëndon vetëm vetveten, ndërsa kur drejtësia rrëshqet kështu si këtë herë, cënon parimet kushtetuese, prish balancën mes pushteteve të pavarura dhe ndërhyn brutalisht në procesin qeverisës. Le të jemi të qartë. Qëllimi i lartë i luftës kundër korrupsionit nuk e justifikon përdorimin e asnjë mjeti të gabuar, dhe historia e vendeve që kanë kaluar më parë nga kjo rrugë e domosdoshme na mëson se justifikimi i mjeteve të gabuara për hir të qëllimit madhor e kthen kurrën me mjete të tilla në një të keqe edhe më të madhe se sa vetë sëmundja që thuhet se këto mjete po kurojnë. Ky mësim nuk duhet harruar kurrësi nga askush, shprehet kryeministri. Ndërkohë, në njoftimin e saj të fundit, gjykata kushtetuese duket se nuk ka ende një vendim të qartë se çfarë do të ndodhë me ankimin e kryeministrit lidhur me pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Sot u mlodh kolegji i gjyqtarëve dhe nuk pati unanimitet mes 3 antarëve të tij, për këtë arsye rasti ka kaluar te mbledhja e gjyqtarëve, e cila do të vendos mbi fatin e dosjes nëse do të kalojë për shqyrtim apo jo në seancë plenare. Vetë kushtetuesja ka dalë me një njoftim për mediat, por pa dhënë datë se kur do të merret vendimi i mbledhjes së gjyqtarëve.